Ku është nona shqiptare sot? Është aty ku është edhe ka me qenë gjithmonë. Mundet me ra niveli, mundet me zbrit. Gjithë ato që jenë quhen kualitete, mund me zbrit, po mu shduk nuk shduk, për arsye se është ligji i krijimit. Nona është bazamenti i jetës. Po këto dukonit tona që për na përcjellin këtu, janë shqetësuese, po i quajmë kalimtare, po këto kalimtare po zgjasin 20 vjet. E nuk do duhet jetë kështu. Në elementin qëndësor, atë që tha Edita, në qoftë se në një familje, nona është nona e vërtet, baba është baba i vërtet, aty kur s'ka me pas mosmarrveshje, aty ka pas biseda që ndihmojnë edhe një zbrazje të asaj që quhet e keqe nga kërkesë, po edhe gjetjes së zgjidhjeve. Gjithmonë me qetësi, në bisedë, me dashuri, kur bashkëbisedohet, gjithmonë vijnë zgjidhjet. Këta të mençmit e botës e kanë ushtrojnë meditimin nëpër zjarrit. Ato bisedat e qeta pranë zjarrit, pranë gjaku, në biseda edhe gjinja ato. Po në pjesë e madhe për përvojës time që kam në qendrën e mendimit pozitiv, janë gjendje shumë të rënda. Janë gjendje jashtëzakonisht të rënda. Bile do të thësha që për brezat e më shumë tash kanë ardhur ditë shumë të rënda. Është një anekdotë e bukur e Xhemal Jabris, kur ka kalu ka një kru të gratë tesha, 3 gratë mençme, e shohin Xhemalin edhe njëna për tyre thotë mos e paf syni keq. E dyta thotë mos lash djalë mas veti. E treta thotë fjalin gjeniale. Thotë mos i raft dek mi dek. Xhemali kthehet, thotë zonja më falni po ju ngjova. Që të dytë parat e di. Kur ka thonë mos e pa syni keq, e di se s'ka urim atë mirë në botë. Faleminderit shumë. Kur ka thonë të e dyta mos las djalë mas veti, është e ranë, po është shumë e vërtetë se mundsh me lanë djalë mas veti të keq që ta fllihë edhe vorrin. Që tretën, mos i ndodh dek mi dek, thashtë nuk e mora vesh. Ajo zonja që i tha këtë fjali, tha, dek mi dek, tha, Xhemal Jabria është, kur në pleshëri zën varfëria. Edhe plak, i më shumë, edhe i varfër, aty është halli, është dek mi dek. Që të elementin e dekës mi dek, e kom pa me sy, jo si kur zonja që ishte këto, po kom pa shumë raste, shumë atronë. Madje ashtë trona ka njëherë sa me të vërtet është e papërballueshme. Unë jem pak më emocional se tjerë, nështë ai për jetë e ranë, sikur e dita që i erdhi shumë ranë kërëfim, e që u pajtuam se ishte i barabartë me një tragjedit greke, po brezi që e shoh unë, e sidomos gjyshet, në vend se ti ndigjojmë, ti respektojmë, e kemi një sjellje pak pakëndshme, sepse fëmijët edhe plesh kanë shumë frikë. Fëmijët edhe plesh kanë shumë frikë. Ata ka nevojë për bisedë, ata ka nevojë për dashuri, ata ka nevojë për afëri, nuk është një copë buke e një vend ku rrinë. Jo. Na mungojnë qash shumë për vijës familjare, deri te aty institucionale që janë pa fund të me i bëjë, pra ne urej që të bëjsh emisione të tilla, ti edhe Edita, sidomos Edita i bën kështu. Fantastike i bën. Tash nuk bën emisione se është avancuar dhe ka me meritë është avancuar, po e ka politikën e redaktorit.